çmimet janë shumë të larta. Jeta ka jo stabilitet serioz. Nëse na varemi i tregtarëve, kush qysh po na shet rrymën, çka kemi thonë më shumë besnik. Dhe na i kemi këto dy tema, temat e tjera do të më diskutojmë me partnerët. Unë e shoh bukur potencialisht një qeveri të re e cila do të jetë pa vëvën. E shoh, nuk e di performancën e këtyre dy partive, nesër e shohim, nuk ka në spogut. Nesër i shohim krejt performancën. Mirë po, në këto rrethona e shoh që një mundësi për një drejtim nuk ka me qenë lehtë, veç të kuptohemi. Nuk është lehtë këto që po i them me bo. Po në këtë jetë s'ka lehtë kurrë, me nxit që erdha pe trafiku çtu. Nuk ka lehtë me ardh, më dash me ra ne për fshatra, me ardh me mrin ku. Pra nuk është letë asgjë, mirë, por në qoftë se ti s'ki synim strategjik, në qoftë se nuk dijen, për shkak në qoftë se vet, cili bre ka qenë synimi strategjik i kësaj qeverie, a ka qenë banka zhvillimore synim strategjik? Nuk ka ndodhur. A ka qenë banesat për çifte të reja? Nuk ka ndodhur. A kanë qenë 170 qirdhe? Nuk ka ndodhur. A ka qenë ligji për sigurime shëndetësore? Nuk ka ndodhur. A ka qenë rritja e pakave? Sa janë rrit ato paka? 49 euro. Mos bani hajgare. Kjo është hajgare, domethënë me marr me ta dhon populli i Kosovës 50% mandatin, me i pas ulën 48 deputet. Me bo hajgare herë për ja që i letë LDK-s, e herë për ja që i po i thëmë një partije tjetër, e herë kështu, e me nashtë po anë situatën zgjedhje, me thonë votom ati mu kandidatin për krye parlamentar, pse me ta votuaj, për vetë, pësa kena koalicion, jo veç votoma se du të ma votë, që shkon demokraci. Në demokraci, besnik, shumit, që demokracinë që e ka Kosova, se demokraci në Amerikë është tjetër, është demokraci presidenciale majoritare, ku fituesi me një vot ma shumë, e merr këtë pushtetin. Në rastin tonë, duhet me pas shumicën e thjeshtë. Qysh me të votune, pse me të votune? Por çka? Ti e ki detyrën me ullë, me diskutu, me debatu seriozisht, jo me letra. Në qofë se dënë me bo qeveri, në qofë se dënë me marë përgjithësi. Dhe në këto rrethona, unë menej që ne kemi një përvojë si aleancë, e kemi një përvojë ku pak kem qenë në qeveri, po këgja do punë të mira ja kemi lanë Kosovës, e kemi një përvojë po ashtu mos me dalë për para, për shembull ka pas momentin 2001-ën, ju jeni shumë atri, 2001-ën për shembull kur ka ndodhur qeveria e parë, në atë kohë kryeministri Ardian ka veç bën qeveri, nuk pa të blloku 5 muaj kur ka qenë kryeministri i parë i Kosovës, Bajram Rexhepi. Edhe në kur kemi bu koalicion me Rrogovën, nuk ka qenë vendim i lehtë. Edhe kur është shku protesta me vetëvendosje, nuk ka qenë e lehtë na me hinë protesta, se na kemi qenë protesta bashkë. Që unë mendoj që Aleanca ka me qenë, s'kisha me thonë boshti, se po e teproj me thonë, ko ka me qenë një qelsi mirë për shërbim venit edhe shpresoj që Ramushi tjetë kryeministër se pasha zoti i kryen do punë. A të ndalemi pak mbas edhe për fund të këto punat. I përmendet 2 pika kryesore strategjike të cilat i synon Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, NATO në njërin anë dhe energjia në anën tjetër. Cilat janë disa mbase 5 zotimet e para ose 5 planet e para që i ka AAK-ja brenda për brenda që mund të kryen edhe më shpejt se ato dyja? Po, mare këto, më të më të i full, 2.2 miliard euro. Brenda jemi këtu. Arsyeja pse nuk po du me abuzu se, jo me abuzu, për shkak se shumë jem të full, po që po i shpjegoj një 10. E para, antarësimi NATO 2.2 miliard euro investime për këtë temë. E dyta, janë investimet në energji në 2 pozicione. Për gazën Ferizaj dhe po ashtu investime që do të bëhen me termocentralin e ri dhe njëkohësisht edhe me alternativen, me energji alternative. E treta, për neve shumë e rëndësishme, është ligji për sigurime shëndetësore. Ligji për sigurime shëndetësore është një ndër ligjet më kruciale që është po i bjen në mbar se mua edhe juve ju bjen mbar kur t'ju na smuan prind, na duhet me shku domethënë krejt vetëm i kry punë. Na paguajnë për shërbime që duhet me i marrën që KUK ose dikon, po s'kan. Kemi njerëz mjek mirë, po shërbime s'u marrin. Pastaj është ligji i ri i pagave në sektorin publik, që është bukur i rëndësishëm, renditja e koeficientëve, trajtimi i mandateve, cilat në ligjin përgjithëtar publik. E gjithë kjo reformë. Pastaj, një çështje tjetër bukur e rëndësishme ka të bëjë me investimet kapitale. Pra, me investimet kapitale që do të bëhen në kuadër të buxhetit. Dikush thotë çysh e bën, që po tregoj çysh e bën. Qofse buxheti ka 4 shtylla. Shtyllën e parë ka
investimet kapitale, e dyta është e pagave në sektorin publik, e treta është e subvencioneve dhe transfereve, dhe e katërta është e shërbime sociale, e pensioneve.